Mirëmëngjes, në vazhdimsi të traditës sonë të virtyshmërisë, Talking with Parents, sot, ditën e sotshme, në institucion do të kemi të ftuar një prind që ka vite në institucion, e cila e njeh institucionin dhe do të vijë sot për të ndarë me ne të gjitha këshillat e saj si prind, këshillat e saj profesionale. Si një profesioniste e fushës, sot do ta pyesim për nxehtësinë. Çfarë duhet të dim për ditët dhe kur moti është i nxehtë? Si duhet të reagojmë? Si duhet ta përballojmë vapën dhe cilat janë masat që duhet marrim? Ajo do t'i përgjigjet të gjitha pyetjeve të nxënësve, të gjitha pyetjeve të drejtë për drejta dhe çdo lloj pyetje që ju mund na shkruani në të gjitha rrjetet tona sociale. Gjithashtu ju rikujtoj që të gjitha intervistat mund t'i gjeni në bibliotekën tonë virtuale dhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Ju rikujtoj që po vazhdojmë me regjistrimet për sezonin e ri akademik i cili vazhdon në datën 1 shtator. Duke filluar nga data 1 shtator, vazhdojmë me të gjitha kurset dhe programet tona të studimit. Do të vazhdojmë me ciklin qerdhe, kopsh, parashkollor, programin e studimit pashkollor, kurset profesionale, gjuhë të huaja, informatik, arte, sporte, arktim e tjerë. Jemi Time Center, jemi ëndra më e bukur. Na ndiqni në të gjitha kanalet tona zyrtare. Ju rikujtoj që deri në datën 31 gusht vazhdojmë me kampin veror dhe me sezonin veror. Nxitoni të përfitoni nga ofertat. Ju mirëpresim.